Në ndihet cili është qëllimi kryesor i sjelljes së këtij ligji. Shteti don që ti teston për njohuri studentët. Dhe gjë më e keqe që mund t'ju ndodhë studentëve nuk ka se kjo. Ai që nuk di, ti teston ata për dije. Është vërtet katastrofale për gjithë studentët të universitetit në vend. Sepse këta qeveristë kishin bën ndonjë gjë të hajrit, do të shihshin rezultatet e tyre. Ta përveç skandaleve dhe gjërave të këqija për ta qytetarë, nuk kanë bërë asgjë të hajrit dhe të mirë për qytetarët. Dhe tash, të paditurit të testojnë studentët, e kjo nuk tolerohet. Po nëse e keni as qejf që të testoni, hajtë fillojmë të testojmë fillimisht pejt e kryetarët e partive. Të shohim kryetarët e partive dhe ta japim këtë provim shtetëror. Fillojmë të testojmë ministrat. Gjithë antarët e kabinetit qeveri, zajës ministra, funksionarë, më poshtë, deputet. Fillojmë të testojmë rektorët. Super rektori në USHT-s të testojmë. Dhe në të ajo bajt provimin shtetëror e kështu me radhë. Pastaj, letë vinë, pasi të testohemi ne, kryetarët e partive, ministrat, rektori i USHT-s e kështu me radhë, pastaj, letë vinë radhë dhe të tjerë. Këto ligje edhe njëherë e dëshmojnë se Abdelaqimi dhe BDI-a janë shëndruar shërbetor politikave të huaja. Dhe kur shërben politikave të huaja, unë t'i bën shkeleshko. Ngatrohesh keq, edhe gjithçka që propozon duket si utopia. Kur morët udhëheq me Ministrinë e Arsimit, Abdelaqimi i BDI-s, në opinionin e veçantë tek shqiptarët u krijua bindja që prioritet kjo ministri do të ketë zgjidhjen e disa problemeve që kanë të bëjnë me arsimin shqip. Kaluan 6 muaj dhe Abdelaqimi jo që zgjidh ndonjë problem. Përkundrazi, problemet i shton me propozimin e fundit për provimet shtetërore për studentët. Baba shtet, sipas Abdelaqimit, duhet i testoj edhe njëherë studentët, a janë gati për të diplomuar ajo. Autonomia e universitetit, kushtetuta, debati publik, shoqëria akademike, apo vetë demokracia, si s'duket ka kohë që për këtë pushtet s'kan asnjë kuptim. Dhe me të drejtë, opinioni e veçanërisht shqiptarët habitën dhe pyesin pse pikrisht Ministri i Arsimit Abdelaqimi e propozon këtë ligj. A pak prioritete kishte, a pak probleme tjera për të zgjidhur, sa të propozon ligjin për provimin shtetëror për studentët. Po të bëjë mirë, ministri që para se mendojë për një ligj për provime shtetërore për studentët, të mendojë që për nxënësit e klasës parë të na e sillen një herë abetare, gatshme të unifikuar. Ky do të duhet të ishte propozimi i parë si ministri, ligji i parë, prioriteti i parë. Fëmijët tanë të mësojnë gjuhën shqipe sipas një standardi të unifikuar. I pasi të mësojnë abetaren, fillojnë të mësojnë edhe historinë edhe gjeografinë në libra të shkruara nga shqiptarët. A ka më keq? Jo se mjecia të tjerë, ose më ofendan. A ka më keq se kur i shohin fëmijët tanë të mësojnë për kombin nga tekstet shkollore që i kanë shkruar të tjerët, në ato të tjerët edhe Safet Mirziri, që i ofendojnë atë. Pse dhe çfarë prit një ministër, pse si rregulloni këtë gjë? Do të ishte mirë që prioritet tjetër viti të jetë ndryshimi i emrave të 4 shkollave të Çajirit. Pse nuk ka ndryshoni emrin? Çfarë pretni ende? Asnjë gjë kaq të vogël nuk mund të zgjidhni. Lemë tash i ngatroni dhe me keq punët, propozoni
provimin shtetëror për studentë.